Sporting House që gjendet aty ku më herët ka qenë shtëpia e Mallrave Gërmia në Prishtinë, e ka shndruar të shtunën hapësirën e vet në një vend takimi mes hulumtimit sociologjik dhe instalacionit artistik, duke e vendosur kujtesën e dëbimit të vitit 1999 përballë harresës institucionale dhe shoqërore. Prezantimi i hulumtimit afatgjat kujtesa përballë harresës dhe hapja e instalacionit korridori i hekurt kanë ndërtuar një rrjedhë të përbashkët reflektimi mbi përvojën e refugjatit, një temë që për dekada ka mbetur në periferi të narrativës publike. Në qendër të ngjarjes ka qenë prezantimi i rezultateve të hulumtimit të sociologut Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, i cili prej vitit 2009 ka intervistuar ish refugjat të dëbuar gjatë eksodit të vitit 1999. Në një periudhë 15 vjeçare janë realizuar mbi 300 intervista, prej të cilave 256 janë selektuar dhe sistemuar si bazë kërkimore, duke e shndruar këtë proces në një nga arkivat më të gjera gojore për këtë përvojë kolektive. Biseda është moderuar nga Jeta Xharra, e cila ka theksuar se përvoja e refugjatit, ndonse masive dhe traumatike, ka mbetur për një kohë të gjatë e pashëruar dhe e stigmatizuar. E ke nis një punim kolosal me i mbledh dhonat prej intervistave të shumta që i ke bo me refugjat, me u koncentru në shënimin e memorisë kolektive të refugjatëve. Po ta di për njerë që i keni, sepse është për temave më të paprekuna, se me qenë refugjat mas lufte, s'ka qenë diçka që o shënu. Shumë njerës mendojnë prej asaj që kemi pa na si gazetar, që hajtë se subonomi që na kanë qitë për shpisë, sepse ka njerë që kanë pas të vram, djegun, edhe përvoja e refugjatit ka met si një farë përvoje pak si tabu dhe stigmë me kallëzu ti që ki hek si refugjat. Sipas saj, pas lufta ka privilegjuar narrativat heroike të rezistencës, ndërsa dëbimi është perceptuar si diçka për të cilën duhej heshtur, për shkak të ndjenjes së turpit dhe krahasimit me humbjet më të rënda njerëzore. Pikërisht në këtë boshllëk simbolik, sipas Xharrës ndërhyn hulumtimi i Krasniqit, duke e kthyer përvojën e refugjatit në pjesë të memorisë kolektive të Kosovës. 25 vjet pas lufte, po e kuptojmë që dëbimi o krim lufte edhe duhet me u shënu. E nuk shënohet të na ardh neve marre të folë për atë punë. Kështu që në një, po të falenderoj që ka gjatje marrë me këtë punë. Na kemi fillu shumë vonë mu marrë në krasje me ty. Profesori i sociologjisë Shemsi Krasniqi ka shpjeguar se ideja për këtë hulumtim ka lindur në prag të 10 vjetorit të eksodit, me nxitjen e filozofit dhe akademikut Muhamedin Kullashi, por është zhvilluar më tej përmes një zgjidhjeje pedagogjike. Lënda praktikumi sociologjik është shndruar në instrument kërkimi, ku studentët janë angazhuar në terren për të realizuar intervista të strukturuara rreth 7 kapitujve tematik: situata para largimit, dita e largimit, udhtimi në kolon, jeta si refugjat, kthimi në Kosovë, fillimi i jetës së re dhe reflektimet 10, 15, 20 e 25 vjet pas. Vendosa që me atë gjenerat studentëve të angazhoj në mbledhjen e dhënave, mbledhjen në bërjen e intervistave në terren, gjithnjë duke konceptuar një pëtësor i cili natyrisht që është i gjysmë strukturuar, sepse gjithmonë ka pas mundësi me shtu pyetje në terren, shtu pyetje të reja, por e konceptova asisoj që u kërkonin të jepnin përgjigje rreth asaj situatës para se me dal nga shtëpia, çfarë situate mbretëronte në ato ditë para se me dal nga shtëpia, masandej për atë momentin e daljes nga shtëpia, çfarë përjetimesh, çfarë kujtimesh kanë për atë moment kur ja kanë kthyr shtëpinë në shtëpisë, për përjetimet edhe kujtimet në kolon, në ecën kolon, për atë momentin kur e kanë kalu kufirin, për jetën si refugjat, për vendimin për kthem, a ka qenë vendim unik, kështu i krejt familjes, apo dikush s'ka dashur më kthye, tu e pas parasysh jetën ndryshe për vende ndryshme perëndimore ku kanë shku. Masandej për kthimin në Kosovën e lirë, ato momentet kur kanë hyrë në kufi, çush i kanë përjetu, momentet kur kanë ardhur në shtëpi, si e kanë përjetu, çka kanë pas, çka kanë gjetë, që e kujtojnë ato ditë e para, edhe për vështërsitë masanej që kanë
janë ballafacu në jetën e re. Ulëmtimi është zhvilluar pa buxhet dhe pa pagesë, por me mbështetjen e studentëve dhe integrimin e tij në kurrikul, çka ka mundësuar mbledhjen e 10 dëshmive në secilin cikël. Intervistat janë realizuar në 25 komuna, kryesisht në zona rurale, duke zgjeruar perspektivën përtej qendrave urbane. Një dimension i veçantë i këtij kërkimi është edhe dokumentimi i marrëdhënieve të krijuara mes refugjatëve dhe familjeve mikpritëse në Maqedoni e Shqipëri, lidhje që në shumë raste vazhdojnë edhe sot përmes kontakteve të rregullta dhe vizitave familjare. Ideja për me intervistu mikpritësit më ka lindë me njëherë, në qatë valën e parë, dhe më në qysh në 10 vjetorin, më kujtohet një grua ish refugjate, dhe më në kure tregon atë përvojën e vetë, thot ishëm në shtojt, duke të shtoj një fshat i Tetoves, edhe ishim dyrë të oborrit qel, edhe një grup prej oborrit, prej mesit oborrit u drejtu ka ne, hajdeni mrenda, na futi mrenda. Edhe thot kur nuk e harroj atë mikpritje as në gratë që kom përjetu ato në atë vend, atë shtëpi, që shën kujdesat për ne, edhe kur nuk e harroj momentin kur jemi nda prej tyre, që janë këthy në Kosovë, kur ai plaku 70 vjeçar i asaj shtëpis, i hudhet këti nipit, djallit saj 70 vjeçar, i hudhet kështë dhe s'mundet më shkos prej ti, s'mundet më nda prej ti, atë shumë që kanë kaluat atë 3 mujtë bashku edhe është knaqë me ta, kështë që çka përgjegje më ka shti me shkum të Tetovë, edhe me intervistu familjen me këprici atje. Edhe ata po ashtu kanë tregu atë knaqësinë, ndjenjën e krenarisë që kanë pas me prit këtë familjes. Krasniqi ka theksuar se pasioni për këtë temë mbetet i pandryshuar dhe se synimi është që ky arkiv i kujtesës të kurorzohet me botim, duke e shënuar dëbimin jo si epizod të heshtur, por si krim lufte dhe pjesë përbërëse të historisë shoqërore të Kosovës. Pas diskutimit, publiku është ftuar në galerinë e Reporting House për hapjen e instalacionit Korridori i Hekurt, të kuruar nga artisti Gazmende Jupi. Instalacioni e shndron hapësirën ekspozuese në një korridor reflektimi, ku elemente reale të historisë së dëbimit rikompozohen përmes gjuhës artistike dhe përvojës fizike të vizitorit. Hekurat të shkëputur nga trenat e braktisur që akoma janë dëshmi të eksodit të vitit 99 janë varur në muret e galerisë. E sipas Xharrës, projekti është realizuar në bashkëpunim me Tren Kosin, duke u bazuar në vagonet e trenave të cilët janë përdorur për dëbimin masiv të popullsisë nga Prishtina drejt fushë Kosovës, Hanit të Elezit dhe Bllacës. Mbi 200.000 njerëz kanë kaluar nëpër këta trena, ndërsa instalacioni rikthen vëmendjen te detajet tronditëse të kësaj përvoje. Këtë histori Gazmende Jupi e ka sjell duke hinë që ato vagona, edhe me Tren Kosin i kanë çmontu hekrat të cilët në kushte të rëndëmta bojnë valigje, po në këto hekra, nga hulumtimi jonë gazetares që e kemi kry me refugjat të asaj kohe, kemi kuptu që refugjat i kanë vendos fëmit që tu, bebat, janë vendos në vendet ku zakonisht lihen valigjet. Kjo për shkak se vagonat kanë qenë të stërmbushur me refugjatë. Anën gazetareske të projektit e ka zhvilluar BIRN përmes 30 intervistave me refugjat, duke e ndërtuar instalacionin mbi një bazë dëshmish të dokumentuara. Ekspozita fton publikun jo vetëm në rikujtim, por edhe në pjesëmarrje aktive, duke i inkurajuar vizitorët të sjellin artefakte personale nga përvoja e dëbimit dhe të integrojnë ato në narrativën kolektive. Është interesant që nuk është botu hala hulumtimi Shemsi Krasniqi, i cili prej vitit 2010 i mbledh këto dhona. Por, siç e përmena në fillim të hapjes së këtij eventi, nuk ka qenë fort në modë në Kosovë me kallëzu qysh ke ik. Ka qenë një farë stigme edhe tabuje. Mas luftës na kemi dashur me shënu momentet heroike, qysh o luftu, qysh o shpëtu, edhe shumë për njerëzve që jam dëbu, ju kanë ardhur mare me folë për dëbim, sepse kanë thonë, ka dalë. Une nuk kom hjek, se shumë tjerë që kanë hjek, që nuk kom pas të vranë, nuk kom pas nështë
nuk kom pas masakra në familje, nuk kom pas dhunime, e vjen more me fol që veç jam dëbu. Pra, njerëzit nuk janë ftu, nuk ka qenë atmosferë në Kosovë, klim, ku as na mediat e as politika nuk e kemi inkuraju tregimin për dëbim. Mirë, po çka jemi të kuptu mas 25 vjetëve, nështë diçka që nuk ka qenë emergjencë me njëherë mas luftës Kosovë, është që edhe dëbimi ka qenë krim lufte. Na duhemi me shënu si historitë Kosovës edhe memorie kolektive edhe dëbimin, sepse 1 milion njerëz kanë qenë ose dëbum jashtë Kosove, ose qitun për shtëpiave brenda Kosovës. Në këtë mënyrë, korridori i hekurt funksionon si vazhdimsi vizuale dhe emocionale e hulumtimit sociologjik, duke e bërë të prekshme atë që për dekada ka mbetur e pathënë. Të dyja ngjarjet të zhvilluara në të njëjtën ditë kanë ndërtuar një dialog mes shkencës sociale dhe artit bashkëkohor, duke e vendosur dëbimin e vitit 99 në qendër të kujtesës publike, jo si epizod periferik, por si përvojë themelore të shoqërisë kosovare pas luftës.